Telenovela Dritan Dajti vazhdon në gjykatën e krimeve të rënda, ku çdo seancë po kthehet në një seri që nuk duhet humbur, pasi nuk mungojnë surprizat. Në kohën kur mendoi se ishte gjetur një avokat për ta mbrojtur, pasi Ndue Pietra ishte i pranishëm në sallë, vjen edhe kërkesa e tij e çuditshme për të mbrojtur Dajtin, e cila habiti gazetarët në sallë por edhe vetë gjykatën. Pietra kërkoi 200.000 euro dhe 30 ditë kohë për t'u njohur me aktet. Kjo është një kërkesë e habitshme pasi Ndue Pietra ishte caktuar avokat kryesisht nga gjykata, dhe si i tillë ai nuk mund të bëjë kërkesa të këtij lloji. Kërkoj minimumi 30 ditë kohë për shqyrtimin e dosjes. Pa hyrë në ana ekonomike, që për të mbrojtur shqyrtimin e Panderit Dajti, minimumi, unë kërkoj një shumë, minimumi 200.000 euro. Ndërkaq kërkesa e avokatit ka hasur në reagimin e shpejtë të prokurorit të çështjes, Ardian Nezha, duke i cilësuar kërkesat si mënyrë për të zvarritur procesin dhe se ky avokat është bërë palë me të pandehuri. Ndërsa vetë Dajti u shpreh se i pëlqen performanca e këtij avokati dhe kërkon t'i plotësohen kërkesat, pasi oferta prej 200.000 eurosh është më e ulta që i është ofruar për ta mbrojtur. Pas kësaj gjykata është tërhequr për vendim dhe vetëm pas 60 minutash konsultim ka vendosur të rrëzojë kushtet e avokatit. Kryesuesi i trupës Idris Mulkurti ka bërë të ditur se ai do të paguhet me tarifën prej 3.000 lekësh të reja në ditë, e vendosur kjo nga Ministria e Drejtësisë. Pas kësaj Ndue Pietra është larguar nga salla duke lënë procesin në pikën 0, ku i Pandehuri largohet nga salla për shkak se nuk ka mbrojtës, ndërsa gjykata vendos 2 avokatë të tjerë kryesisht dhe shtyn seancën për ditën e nesërme.